Kryeministri Edi Rama ka përsëritur edhe një herë skenat prej adoleshenti kundrejt kryeministres italiane Giorgia Meloni në kuadër të samitit politik evropian që mbahet sot në kryeqytetin ton. Kryeministri i Shqipërisë është ulur në gjunjë me Pëllëmbët e Bashkuara dhe me një buzëqeshje të madhe të vizatuar në fytyrë sapo Meloni ka zbritur nga makina për në tapetin e kuqe, sikletosur nga veprimet e Ramës. Meloni ka zbuluar për gazetarët pse ndodh kjo skenë e përsëritur, më saktë ka mbuluar atë. E bën vetëm që të jetë i gjatë sa unë, thot kryeministria italiane gjatë momentit e pikë për mediat. Ulja në gjunjë është thjesht një skenë rëndomt nga Rama tashmë. Kujtojmë se në nëntor 2024 Edi Rama jo përkul në gjunjë në Azerbajxhan edhe në 2023 e troqi pas vetes dhe i dha një të puthur Meloni duke mos u përmbajtur para krerëve të shteteve të tjera që ishin pranë tij. Sot në sheshin Skënderbej është ngritur edhe shtëpia e Europës e po zhvillohet aktualisht ceremonia e mikpritjes me tapet të kuq e liderëve pjesëmarrës në samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian nga kryeministri Edi Rama, i cili është mikpritësi i tij. I pari që mbriti ishte kryeministri i Hollandës Dick Schoof, më pas presidentja moldave Maja Sandu, për të vjuar me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, shefen e diplomacisë BE-s Kaja Kallas, kreun e NATO-s Mark Rutte. Parashikohet që kryeministri të zhvillojë disa takime edhe me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, princin sovran të Monakos Albertin II, kancelarin e Austrisë Christian Stocker, presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, presidentin e Kipros Nikos Christodoulis, kryeministrin e Hollandës Dick Schoof, kryeministrin e Belgjikës Bart de Wever, si dhe do të mirëpres me takime duarsh të gjithë liderët e ftuar në samit, me të cilët ka edhe foto familjare. Ky samit bashkëdrejtohet nga kryeministri Rama dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa.